Përshëndetje nga One Minute Media. A e ndoqët podcastin e parë? Komentoni sugjerimet tuaja. Dhe sot do të jemi me një temë interesante. Fantazma e Dajtit, legjenda e errët të Tiranës. Sot do të hymë në thellësi të një prej legjendave urbane, më të veçanta, ndoshta dhe më të frikshme të Shqipërisë, Fantazma e Dajtit. Një emër që ngjall shumë mister. Pikërisht. Flasim për një kohë kur, si thuaç, pasiguria ishte e madhe dhe disa zona ndiheshin vërtet rrezikshme. Po, periudha e tranzicionit ishte e vështirë. Dhe pikërisht atëherë nisi të përhapej kjo historia e një figure kaq misterioze, të pakapshme, e lidhur me krimet pa zgjidhura në rrethinat e Tiranës. Sidomos në zonën e Dajtit, apo jo? Prandaj edhe emri. Po, kryesisht aty. Thuaj si ishte si një hije, pa emër, pa fytyrë. Vetëm përshpërima për dikë që shfaqej pas krimeve të rënda dhe si me magji zhdukej. Si të mos kishte qenë kurrë aty. Kjo është pjesa më intriguese. Askush nuk e pa qartë, askush nuk arriti ta ndalonte. E megjithatë, emri Fantazma e Dajtit u nguli thellë në mendje. Një mit i lindur nga frika dhe nga i misteri që e mbështillte kohën. Le ta shohim pak më nga afër çfarë fshihet pas kësaj figure, apo më saktë çfarë thuhet se fshihet. Mirë. Ngjëret që i vishen kësaj figure fillojnë me grabitje, atentate, madje dhe zhdukje. Sidomos në zona pak më të izoluara. Rrëfimet flisnin shpesh për një burr të gjatë, të fortë fizikisht, që preferonte errësirën dhe u mbiste pa lënë asnjë shenjë. Domethënë, një modus operandi i qartë, por pa autor të identifikueshëm. Po, në disa raste, dëshmitar betoheshin se kishin parë dikë të armatosur në vend ngjarje. Por ai, si të thuash, avullonte para se policia të mbrinte. Shpesh drejt pyjeve ose rrugëve të thella të zonës, imagjinoj. Pikërisht. Dhe ja ku jemi te thelbi i misterit, apo jo? Ky model i përsëritur, shfaqje e papritur, goditje shpejt dhe zhdukje menjëhershme. I linte hetuesit pa asnjë fill. Dhe banorët të tmerruar, sigurisht. Mungesa e provave konkrete, pavarësisht gjithë zhurmës dhe krimeve që përsëriteshin, është ajo që e ushqeu legjendën. Po pra, policia hetonte, por dosjet shpesh mbeteshin pa autor, edhe pse emri i fantazmës qarkullonte gjithandej, jo vetëm në përlagje. E qartë. Dhe ka raste specifike që ja trashin mjegullën kësaj historie. Për shembull, përmendet grabitja e një banke në periferi. Autori, që duke se vepronte kreti vetëm, u zhduk drejt pyjeve, nuk u kap kurrë. Interesante, vetëm? Kështu thuaj, ose një atentat i dyfisht në rrugën e Dajtit. Një dëshmitar pretendon se pa një siluet të gjatë me rroba të errta që u largua me një shpejtësi marramëndse. Dhe mos harrojmë edhe atë zhdukjen e mistershme të një ish polici në atë zonë, trupi nuk ju gjet kurrë. Vërtet. Edhe atu përmend emri. Edhe në këtë rast, përshpëritej emri i fantazmës. Çka është interesante është se ky emër nuk përmendej vetëm në biseda popullore. Thuhet se figuronte edhe në disa raporte të brendshme policore. Wow. Si një pistë e mundshme pra. Po, si një pistë, ndoshta jo kryesore, por që ekzistonte aty. Megjithse kur e konfirmuar zyrtarisht. Këto rastet paqarta me një autor fantazm, natyrshëm ngren pyetje. Kush ose çfarë mund të fshihej pas këtij emri kaq enigmatik? Çfarë thon teoritë kryesore? Pikërisht, dhe këtu fillon debati i vërtet. Kemi dy shpjegime kryesore që qarkullojnë. E para, teoria e individit të jashtëzakonshëm. Si për shembull, një ish ushtarak, ndoshta pjesë e forcave speciale, ose një ish porit shumë i stërvitur, dikush që përdorte aftësitë e tij superiore për të kryer krime perfekte dhe për t'u shmangur çdo ndjekjeje. Një lloj mjeshtri i krimit dhe kamuflimit, pra, një kriminal real me aftësi gati mbinjerëzore. Ose teoria tjetër, ndoshta edhe më shqetësuese, që Fantazma e Dajtit nuk ishte fare një person i vetëm. Si kështu? Mund të ketë qenë thjesht një emër kod, një mbulesë e përdorur nga grupe kriminale të organizuara, apo ndoshta edhe nga individ brenda vetë sistemit, për të fshehur autorët e vërtet dhe për t'i lënë krimet pa përgjigje. Domethënë, një mënyrë për të krijuar konfuzion dhe për të larguar vëmendjen. Kjo është një ide intriguese. Po. Më shumë se sa një kriminal i vetëm, mund të ketë qenë një mekanizëm ashtrimi. Kjo do të shpjegonte edhe mungesën totale të provave për një person specifik. Ka logjike? Saktësisht, dhe kjo lidhet me kontekstin e kohës, siç tham. Frika, pasiguria, një lloj mosbesimi ndaj aftësisë së institucioneve për të zgjidhur krime kaq komplekse.
Legjenda e fantazmës mbjetoi dhe u forcua sepse shprehte pikërisht këtë ankth kolektiv. U bë si pasqyra asaj që njerëzit ndjenin thellë. Pikërisht, Dhe legjenda ushqej edhe nga ato dëshmitë e banorëve lokal pranë pyjeve të Dajtit. Apo jo? Ka rrëfime për një burrë të gjatë, të heshtur, po që shihej ndonjëherë natën duke lëvizur mes pemëve, por që humbiste si hija sapo dikush përpiqej t'i afrohej. Këto rrëfime e bëjnë akoma më të vështirë ndarjen mes reales dhe imagjinares. e bëjnë kufirin shumë të hollë. Pa dyshim, dhe pavarësisht nëse ishte një njeri real apo një mit, ajo që kjo figurë nxori në pa, ishte një vërtet e hidhur. Zona e Dajtit, shpesh e izoluar dhe e vështirë për të kontrolluar plotësisht, ishte një terren ku krimi mund të fshihej lehtësisht. Dhe misteret mund të mbeteshin të pasgjidhura përgjithmonë. Po, fantazma u bë simboli kësaj pasigurie dhe i asaj të panjohure që fshihej në hijen e malit. Në fund të fundit, fantazma e Dajtit mbetet më shumë se një histori krimesh, është një arketip i errësirës dhe i frikës në imagjinatën kolektive shqiptare. Edhe pse ekzistenca fizike nuk u provua kurrë. Ndikimi i saj ishte tejet real. Kjo figurë lëvizte në kufirin mes fakteve dhe legjendës, duke përfaqësuar boshllëqet në drejtësi dhe misteret e pasgjidhura të asaj periudhe të turbullt. Pra për disa, ai mbetet një kriminal gjenial dhe i pakapshëm. Për të tjerë, një perdetymi për të fshehur të vërteta më të mëdha, ndoshta të lidhura me njerëz të fuqishëm. Në një vend ku heshtja shpesh ka mbuluar krimin, fantazma e Dajtit vazhdon të jetojë si një kujtesë e përhershme. Një emër që ende po shpërditet sa herë flitet për hijet që lëvizin natën në pyjet të Dajtit. Dhe pyetja thelbësore mbetet ende pa përgjigje. Kush ishte ai, apo çfarë përfaqësonte dhe ku është tani? Ndoshta është pikërisht kjo mungesë përgjigjeje që e mban legjendën gjallë, duke ushqyer misterin dhe atë fijen e frikës sa herë nata bie mbi Dajt.